Zonja dhe zotërinj, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Donald Trump deklaroi se ka zhvilluar një bisedë të gjatë me Vladimir Putin, ku ka propozuar një arpushim, qoftë edhe të përkohshëm në Ukrainë. Sipas tij, Putini mund të shpallë së shpejti një vendim, ndërsa ka ofruar gjithashtu ndihmë për çështjen e Iranit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka bërë të ditur se ka zhvilluar një bisedë telefonike të gjatë me homologun rus Vladimir Putin, ku në fokus ka qenë mundësia e një arpushimi në Ukrainë. Gjatë deklaratave për mediat, Trump u shpreh se i ka propozuar Putinit një arpushim, qoftë edhe të pjesshëm, për të ndalur humbjen e jetëve njerëzore. Ai theksoi se biseda ka qenë pozitive dhe se lideri rus mund të shpallë së shpejti një vendim në këtë drejtim. Sipas Trump, Putini kishte qenë i gatshëm për një marrëveshje edhe më herët, por faktorë të tjerë e kanë vështirësuar arritjen e saj. Ndërkohë, gjatë telefonatës është diskutuar edhe për çështjen e Iranit, ku presidenti rus ka ofruar ndihmë lidhur me programin e pasurimit të uraniumit. Megjithatë, Trump theksoi se prioriteti kryesor mbetet përfundimi i luftës në Ukrainë, duke nënvizuar se çdo përpjekje duhet të përqendrohet në ndaljen e konfliktit. Nga ana tjetër, një këshilltar i Kremlinit ka konfirmuar se gjatë bisedës janë paraqitur ide për zgjidhjen e çështjes bërthamore iraniane, si dhe është propozuar një arpushim i përkohshëm në Ukrainë për të përkujtuar përvjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore. Një arpushim i ngjashëm ishte shpallur edhe në vitin e kaluar nga Moska, por nuk u dakordësua me Kievin dhe zgjati vetëm disa ditë. Tashmë, mbetet për tu parë nëse kjo nismë e re do të çojë në një hap konkret drejt uljes së tensioneve dhe ndaljes së luftimeve në Ukrainë. Një zyrtar i lartë i Pentagonit, Jules Hurst, deklaroi se Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar rreth $25 miliardë për luftën e Iran. Pjesa më e madhe e këtyre fondeve është përdorur për municione, ndërsa pritet një raport i plot për kostot totale. Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar deri më tani rreth $25 miliardë për luftën e Iran. Kjo është shifra e parë zyrtare e bërë publike nga një zyrtar i lartë i Pentagonit, Jules Hurst, gjatë një dërgjese në Kongres. Sipas Hurst, i cili ushtron detyrën e kontrollit në Pentagon, pjesa më e madhe e këtyre shpenzimeve lidhet me municionet e përdorura gjatë operacionit ushtarak të njohur si Operation Epic Fury. Një pjesë tjetër e konsiderueshme e fondeve është përdorur për zëvendësimin e pajisjeve dhe armatimeve ushtarake. Gjatë seancës në Komitetin e Shërbimeve të Armatosura në dhomën e përfaqësuesve, ligjvënësi Adam Smith kërkoi konfirmim për shifrën, ndërsa Hurst e cilsoi atë si një vlerësim aktual të kostës së konfliktit. Zyrtarët amerikanë bëjnë të ditur se një raport më i detajuar për shpenzimet do të përgatitet nga Shtëpia e Bardhë dhe do t'i paraqitet Kongresit për miratim, pasi të bëhet një vlerësim i plot i situatës në terren. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, ndërsa aktualisht dy vendet po mbajnë një arpushim të brisht. Kjo shifër, prej $25 miliardë, pritet të ngrejë debat të fortë në politikën amerikane, sidomos në lidhje me kostot financiare të përfshirjes ushtarake dhe ndikimin e saj në buxhetin federal. Pas arpushimit me SRBA-n, përçarjet politike në Iran janë bërë publike duke përplasur ultrakonservatorët me konservatorët më të moderuar për mënyrën dhe kohën e arritjes së paqes. Ndërsa njëra palë kërkon vazhdimin e luftës për të negociuar nga opozita force, tjetra synon një marrëveshje të shpejtë për të shmangur pasoja të mëtejshme. Pas një periudhje uniteti të detyruar nga lufta, politika iraniane po përballet me përçarje të thellë të brendshme. Që prej hyrjes në fuqi të arpushimit me Shtetet e Bashkuara më 8 prill, dallimet mes fraksioneve politike në Teheran janë bërë gjithnjë e më të dukshme. Në qendër të debatit është mënyra se si duhet të arrihet paqja me Washingtonin. Nga njëra anë, ultrakonservatorët kërkojnë vazhdimin e luftës për të negociuar nga një pozicion më i fortë dhe kundërshtojnë çdo lëshim, veçanërisht në lidhje me programin bërthamor. Nga ana tjetër, konservatorët më të moderuar, të udhëhequr nga kryetari i parlamentit Mohamed Baker Kalibaf, synojnë përfundimin sa më të shpejtë të konfliktit dhe arritjen e një marrëveshjeje. Përplasjet dolën hapur pas raundit të parë të bisedimeve mes delegacioneve iraniane dhe amerikane, të udhëhequra nga Kalibaf dhe nën presidenti amerikan J.D. Vance, të mbajtura në Pakistan në mesin e prillit. Debati është përshkallëzuar edhe në media, ku agjenci të lidhura me shtetin kanë kritikuar ashpër ultrakonservatorët,
duke i akuzuar për nxitje të përçarjes dhe për sabotim të negociatave. Ndërkohë, situata politike është komplikuar edhe nga mungesa e liderit suprem të ri Mojtaba Khamenei, i cili nuk është shfaqur publikisht dhe raportohet të jetë i plagosur rënd. Analistët thonë se mungesa e një figure të fortë drejtuese po e thellon krizën dhe po i zhvendos përplasit nga korridoret e mbyllura në arenën publike. Megjithatë, ekspertët theksojnë se përçarja nuk është ideologjike, por lidhet kryesisht me strategjinë dhe kohën e negociatave. Ndërsa tensionet vazhdojnë, mbetet e paqartë nëse Irani do të arrijë të ruajë unitetin politik përballë sfidave të brendshme dhe presionit ndërkombëtar. Çmimet globale të naftës janë rritur ndjeshëm, ndërsa tregjet përgatitet për një mbyllje të zgjatur të ngushticës së Hormuzit. Tensionet mes SBA-s dhe Iranit dhe bllokimi i bisedimeve po shtojnë frikën për mungesë furnizimi në tregjet botërore. Tregjet globale të energjisë po përballen me një valë të re pasigurie, ndërsa çmimet e naftës kanë shënuar rritje të fortë ditët e fundit. Shkaku kryesor është frika për një mbyllje të zgjatur të ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme detare për transportin e naftës në botë. Nafta Brent, që shërben si standardi global, është rritur me rreth 5%, duke arritur në mbi $116 për fuqi, ndërsa nafta amerikane WTI ka shënuar një rritje të ngjashme, duke kaluar $104 për fuqi. Kjo rritje vjen pas një jave të tërë me tendencë në rritje në tregjet ndërkombëtare. Analistët theksojnë se shqetësimet për furnizimin janë përkeqësuar nga ngërçi në bisedimet me Shtetet e Bashkuara dhe Iranit. Sipas raportimeve, presidenti amerikan Donald Trump nuk është i kënaqur me propozimin e fundit të Teheranit për përfundimin e luftës dhe ka kërkuar përgatitje për një bllokadë të zgjatur. Ekspertët paralajmërojnë se një situatë e zgjatur pa luftë, por edhe pa paqe, mund të ketë pasoja negative për ekonominë globale. Pasiguria e vazhdueshme rrit presionin mbi tregjet dhe mund të ndikojë drejt për drejt në çmimet e energjisë dhe inflacionin në shumë vende. Mohit Kumar, ekonomist në një institucion financiar ndërkombëtar, thekson se sa më zgjat të zgjasë kjo situatë, aq më i madh do të jetë ndikimi negativ në ekonominë botërore. Në këtë kontekst, tregjet mbeten në pritje të zhvillimeve të reja diplomatike, ndërsa çdo përshkallëzim i mëtejshëm mund të shtyjë çmimet e naftës edhe më lart dhe të thellojë krizën energjetike globale. Autoritetet amerikane publikuan foto të dyshuarit Cole Thomas Allen, i cili shfaqet i armatosur në një dhomë hoteli pak para sulmit gjatë darkës së gazetarëve të shtëpisë së bardhë. Prokurorët e cilësojnë ngjarjen të paramenduar dhe kërkojnë mbajtjen e tij në paraburgim, ndërsa ai rrezikon burgim të përjetshëm. Pamjet e reja të publikuara nga autoritetet amerikane hedhin dritë mbi momentet para një sulmi të armatosur që tronditi Washingtonin. Në fotografitë e bëra publike, i dyshuari Cole Thomas Allen shfaqet në dhomën e tij të hotelit, duke pozuar para pasqyrës i armatosur me disa armë dhe pajisje. Sipas prokurorëve, 31 vjeçari kishte me vete një pistolet gjysmë automatike, një armë gjahu me pompë dhe 3 thika, ndërsa mbante edhe pajisje të tjera si mbajtëse arme dhe mjete prerëse. Hetimet tregojnë se pak para sulmit ai kishte kontrolluar në internet transmetimet live të aktivitetit dhe praninë e presidentit amerikan. Ngjarja ndodhi gjatë darkës së gazetarëve të shtëpisë së bardhë në hotelin Washington Hilton, ku ishin të pranishëm figura të larta shtetërore, përfshirë presidentin Donald Trump dhe zëvendës presidentin J.D. Vance. Sipas autoriteteve, Allen kaloi me forcë pikën e kontrollit të sigurisë, duke mbajtur armën në duar, duke shkaktuar panik dhe evakuim të menjëhershëm të pranishmëve. Gjatë incidentit, një agent i shërbimit sekret mbeti i plagosur lehtë. Dokumentet hetimore zbulojnë se i dyshuari kishte planifikuar lëvizjet e tij, duke mbajtur edhe shënime mbi udhëtimin nga Kalifornia drejt Washingtonit. Prokuroria e cilëson sulmin si të paramenduar dhe të rrezikshëm, duke kërkuar që ai të qëndrojë në paraburgim deri në gjyq. Nëse shpallet fajtor, Cole Thomas Allen përballet me dënim të përjetshëm, ndërsa hetimet për motivet dhe lidhjet e mundshme të sulmit vijojnë. Familjarët e viktimave të një prej sulmeve më të rënda në Kanada paditën OpenAI, duke pretenduar se kompania kishte identifikuar autorin si kërcënim muaj para ngjarjes, por nuk njoftoi policinë. Padia ngre pyetje serioze mbi përgjegjësinë e platformave të inteligjencës artificiale për parandalimin e akteve të dhunshme. Familjarët e viktimave të një prej sulmeve më tragjike në Kanada
kanë ngritur një paditë rëndësishme në Shtetet e Bashkuara kundër kompanisë OpenAI dhe drejtuesit të saj, Sam Altman. Sipas dokumenteve të dorëzuara në Gjykatën Federale në San Francisco, kompania dyshohet se kishte identifikuar autorin e sulmit si një kërcënim të besueshëm 8 muaj para ngjarjes, por nuk kishte njoftuar autoritetet. Ngjarja e rëndë ndodhi në shkurt në Tumbler Ridge në British Columbia, ku humbën jetën 9 persona, mes tyre edhe fëmijë. Sipas padisë, sistemet e automatizuara të OpenAI kishin zbuluar biseda me përmbajtje të dhunshme në platformën ChatGPT dhe stafi i sigurisë kishte rekomanduar kontaktimin e policisë. Megjithatë, pretendohet se ky vendim u rrëzua nga drejtuesi i lartë të kompanisë. Avokati i familjeve, Jay Edelson, deklaroi se kjo është hera e parë që një masakër lidhet drejt për drejt me një kompani të inteligjencës artificiale, duke paralajmëruar se raste të tjera të ngjashme mund të dalin në dritë. Autoritetet kanadeze bëjnë të ditur se autori, një 18 vjeçar, kreu sulmin në familjen e tij dhe më pas në një shkollë, përpara se t'i jepte fund jetës. Ndër paditësit është edhe një vajzë 12 vjeçare, e cila mbijetoi, por vazhdon të jetë në gjendje të rëndë shëndetësore. Nga ana tjetër, OpenAI e ka cilësuar ngjarjen një tragjedi dhe thekson se ka politika të rrepta kundër përdorimit të teknologjisë për qëllime të dhunshme. Kompania deklaron se bisedat në fjalë nuk arritën pragun për njoftimin e policisë, ndërsa Sam Altman ka kërkuar falje publikisht. Padia kërkon dëmshpërblim financiar dhe ndryshime të detyrueshme në praktikat e sigurisë së kompanisë, ndërsa gjykata amerikane pritet të përcaktojnë kufijtë e përgjegjësisë së inteligjencës artificiale në raste të tilla. 2 persona hebrenj u plagosën me thik në veri të Londrës, një sulm që policia po e heton si akt terrorist me motive antisemitike. Kryeministri britanik Keir Starmer e dënoi ngjarjen si plotësisht të papranueshme, ndërsa autoritetet paralajmërojnë rritje të sulmeve të tilla. Një sulm me thik ka tronditur veriun e Londrës, ku 2 persona hebrenj mbeten të plagosur në një ngjarje që po hetohet si akt terrorist me motive antisemitike. Sipas policisë britanike, sulmi ndodhi në zonën Golders Green, e njohur për komunitetin e saj hebre. Një burr u pa duke vrapuar në rrugë me thik, duke tentuar të sulmonte persona që i përkisnin këtij komuniteti. Ai u ndalua fillimisht nga anëtar të një grupi lokal sigurie dhe më pas u arrestua nga policia. Autoritetet bëjnë të ditur se 2 viktimat, një në të 70-tat dhe një tjetër në të 30-tat, ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën. Kryeministri britanik Keir Starmer e cilësoi ngjarjen si plotësisht të tmerrshme, duke dënuar ashpër dhunën me bazë urrejtjeje. Ndërkohë, kryerabini i Britanisë, Efraim Mirvis, kërkoi masa konkrete nga qeveria për të luftuar antisemitizmin. Reagime ka pasur edhe nga Izraeli, ku presidenti Isaac Herzog theksoi se situata është bërë e rrezikshme për hebrejt që jetojnë në Londër. Ky sulm vjen në një kohë kur numri i incidenteve antisemitike është rritur ndjeshëm në mbar botën, veçanërisht pas luftës në Gaza, që nisi në tetor të vitit 2023. Në javët e fundit, Londra ka përjetuar një seri sulmesh ndaj objekteve të lidhura me komunitetin hebre, përfshirë tentativa për zjarrvënie në sinagoga dhe djegje të ambulancave. Policia ka arrestuar 10 persona dhe po heton lidhje të mundshme me grupe të mbështetura nga Irani. Autoritetet britanike paralajmërojnë se këto zhvillime përbën një kërcënim serioz për sigurinë kombëtare, ndërsa hetimet për sulmin e fundit vijojnë. Departamenti i Drejtësisë i SBA ka ngritur akuza ndaj guvernatorit të Sinaloas, Ruben Rocha, dhe disa zyrtarëve të tjerë për bashkëpunim me kartelin e drogës Sinaloa. Sipas prokurorëve, ata kanë ndihmuar në trafikimin e drogës drejt SBA-s në këmbim të rishfeteve dhe mbështetjes politike. Një zhvillim i rënd ka tronditur marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe Meksikës, pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka ngritur akuza ndaj guvernatorit të shtetit Sinaloa, Ruben Rocha, si dhe 9 zyrtarëve të tjerë për lidhje të dyshuara me kartelin famkeq të drogës Sinaloa. Sipas autoriteteve amerikane, zyrtarët akuzohen se kanë bashkëpunuar me drejtuesit e kartelit për të trafikuar sasi të mëdha narkotikësh drejt territorit amerikan. Në këmbim, ata dyshohet se kanë përfituar rishfete dhe mbështetje politike, duke krijuar një rrjet të fortë lidhjesh mes krimit të organizuar dhe politikës. Ky rast përfaqëson një përshkallëzim të fortë të luftës së SBA kundër karteleve të drogës,
duke zhvendosur fokusin jo vetëm tek krerët e krimit, por edhe tek politikanët që dyshohet se i mbrojnë ata. Akuza ndaj Roçës përbën gjithashtu një sfidë serioze për presidentin e Meksikës, Claudia Sheinbaum, pasi të dy janë pjesë e së njëjtës forcë politike në pushtet. Nga ana e tij, guvernatori i ka mohuar kategorikisht akuzat, duke i cilësuar ato si një sulm ndaj qeverisë meksikane. Ndërkohë, autoritetet meksikane kanë bërë të ditur se kanë marrë kërkesa për ekstradim nga SBA, por i kanë konsideruar ato të pambështetura me prova të mjaftueshme. Prokuroria e Përgjithshme e Meksikës ka nisur një hetim të pavarur për të vendosur nëse do të ndërmerren masa ligjit vendas. Ky zhvillim pritet të rrisë tensionet mes dy vendeve dhe të ndikojë në bashkëpunimin e tyre në luftën kundër krimit të organizuar. Ukraina ka nisur një program të ri që lejon kompani private të krijojnë njësi mbrojtjeje ajrore për të mbrojtur bizneset dhe infrastrukturën nga sulmet me dron rus. Këto kompani operojnë në koordinim të plot me ushtrinë, duke përdorur teknologji si dron interceptues dhe sisteme automatike. Ukraina po teston një qasje të re për të përballuar valjen e vazhdueshme të sulmeve me dron nga Rusia, duke përfshirë për herë të parë edhe sektorin privat në mbrojtjen ajrore të vendit. Në një program pilot të nisur vitin e kaluar, kompanive industriale u është lejuar të krijojnë njësi të tyre të mbrojtjes ajrore për të mbrojtur objektet dhe infrastrukturën kritike. Deri tani, rreth 20 kompani janë regjistruar, ndërsa 2 prej tyre tashmë kanë nisur operacionet aktive sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës. Një prej këtyre kompanive është Carmine Sky, e cila ofron sisteme të ndryshme mbrojtjeje në varësi të nevojave të klientëve. Këto përfshin dron interceptues dhe turela automatike për neutralizimin e kërcënimeve ajrore. Përfaqësuesit e kompanisë e krahasojnë këtë sistem mbrojtjeje me një qep me shumë shtresa sigurie që ndërthuren për të rritur efektivitetin. Megjithatë, këto kompani nuk operojnë në mënyrë të pavarur. Çdo veprim i tyre autorizohet nga Ministria e Mbrojtjes dhe është i integruar në sistemin komandues të forcave ajrore ukrainase. Vendimet për identifikimin e objektivave dhe hapjen e zjarrit merren vetëm nga autoritetet shtetërore. Ky zhvillim vjen në një kohë kur Rusia lëshon çdo muaj mijëra dron sulmues me kosto të ulët dhe rrezet e gjatë veprimi. Edhe pse shumica e tyre rrëzohen, ato që arrin të depërtojnë kanë goditur fabrika dhe objekte energjetike, duke lënë miliona qytetar pa ngrohje dhe energji gjatë dimrit të kaluar. Ndërkohë, kompanitë private theksojnë se trajnimet për pilotët e dronëve interceptues mund të përfundojnë brenda pak javësh, edhe për persona pa përvojë të mëparshme. Shumë prej rekrutëve janë vullnetarë me përvojë në luftë, ndërsa oraret fleksibël u lejojnë të kombinojnë këtë angazhim me punët e tyre civile. Donald Trump paralajmëroi se SBA mund të reduktojë praninë ushtarake në Gjermani pas kritikave të kancelarit Friedrich Merz për negociatat me Iranin. Përplasja vjen në një moment tensionesh të larta për çështjen bërthamore iraniane dhe krizën në ngushticën e Hormuzit. Tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe Gjermanisë janë rritur ndjeshëm pas një përplasjeje të fortë mes presidentit amerikan Donald Trump dhe kancelarit gjerman Friedrich Merz. Gjithçka nisi kur Merz kritikoi publikisht administratën amerikane, duke deklaruar se SBA po poshtërohej nga Irani në tryezën e negociatave në përpjekjet për të zgjidhur krizën dhe për të rihapur ngushticën strategjike të Hormuzit. Reagimi i Trump erdhi menjëherë. Në një postim në rrjetin social Truth Social, ai bëri të ditur se administrata e tij po shqyrton mundësinë e reduktimit të trupave amerikane të vendosura në Gjermani, një vendim që sipas tij mund të merret brenda një kohe të shkurtër. Kancelari gjerman kishte theksuar se pala iraniane po tregonte aftësi të larta në negociata, madje duke ironizuar se amerikanët po detyroheshin të udhëtonin drejt Islamabadit pa arritur rezultate konkrete. Një ditë më pas, Merz i përsëriti kritikat, duke shtuar se Europa po vuan pasojat e drejtpërdrejta të mbylljes së ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe për tregtinë globale të energjisë. Nga ana tjetër, presidenti Trump e akuzoi kancelarin gjerman se po mban një qendrim të butë ndaj Iranit, madje duke pretenduar se ai konsideron të pranueshme posedimin e armëve bërthamore nga Teherani. Trump deklaroi se Merz nuk e di se për çfarë po flet. Situata bëhet edhe më e ndërlikuar nga fakti se bisedimet mes SBA-s dhe Iranit janë bllokuar, pasi Trump anuloi një tjetër raund negociatash në Islamabad javën e kaluar. Në kulmin e kësaj përplasjeje, presidenti amerikan hodhi edhe një tjetër deklaratë të fortë,
duke sugjeruar mundësinë e tërheqjes së SBA-s nga NATO me argumentin se aleatët evropian nuk i janë bashkuar Washingtonit dhe Izraelit në përballjen me Iranin. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk mirupafshim.